Në një kohë kur çmimet rriten çdo ditë edhe shpesh ndjehemi sikur mezi kemi me kalu muajin, një pyetje bëhet gjithnjë e më aktuale. A dim vërtet të kursejmë apo thjesht po përpiqemi të mbijetojmë financiarisht? Pra lidhur me kursimet. Në vazhdim do të flasim me Elvira Ibrahimi Hoti, që është kontabiliste, sepse është konsideruar që viti 2026 do t'jetë sfidues nëse kemi menduar me kursy njete sa do pak që të mundemi. Por e kemi këtu Elvirë, më nga të regu pak më shumë detajet e tjera, ose metodat që ish mundemi me kursy. Do truqet të mirat. Mirë më gjesin e Elvirë. Nëse është e mundër, mirë më gjesi mi shërbe. Mirë më gjesi, faleminderit që më keni ftu edhe që keni zgjedhur këtë temë me diskutu. Që është temë që... Ndihem shumë e lumtur që gjendem në energjinë pozitive të juaj. Pa më parasysh që është ngjyra e qiellit jashtë. Nuk mundesh më na marrë knatësim, për atë të kemi ftu. Faleminderit shumë Elvirë, po ne kur e prezantuam, kur e paralajmëruam këtë temë me Fllonxën, hym edhe bëm një debat kështu, një diskutim me Fllonxën edhe realisht, si më thonë, ideja ishte për me kursy duhet me pas, duhet me pas mundësi me ndo, ndoshta duhet me fitu mirë për me kursy, apo gjithmonë ekziston kjo ideja, si më thonë, që pavarësisht çfarë pagë ke ose çfarë tyre është ke, mundesh me nda diçka edhe me llogaritë që si ke fare. Po, në fakt, që shto të krejt menojmë që duhet me pas shumë për me kursi. Më mandej vjen një kredi, kthehesh i merr, vjen regjistrimi i veturës, kthehesh i merr ato, për shembull. Po tani gëzohesh që kiça me marr. Vjen pushimi i kiça me marr, po. Çështja e kursimit është diçka që duhet mu kriju shprehim. Që në hapat e parë kur ne kemi një fond për me menaxhu, qoftë nëse jemi student ose nxënës shkollë të mesme, ideja është që kjo me bo shprehje familjes mu diskutu çështja e edukimit financiar, një që i diskutojmë edhe çështje tjera, kur i tregoj fëmijës se duhet me respektu matë vjetrin, në faktikisht duhet me kon pjesë e edukimit që e bojmë familje pjesën e kursimit. Dhe po, e the edhe ti, duhet më mësu me kursy që në hapat e parë dhe në shumat e vogla. Ndonjëherë nuk ka rëndësi shuma, ka rëndësi shprehja. Sidomos në fillimet, do shta edhe një 5 euro me kursy, është ajo ndjenja që po e bën ti, që po e krijon një fond, mandej krijohet një farë lloj energjie që është një shprehje parja shkon te parja, tani vjen ajo tjetra. Vjen shumë shumë. Mbiri me bo një fond që me tërheq me jo shparën tjetër. Qashtu, edhe... Po qësh me bind Elvirë, qësh me bind vete, si me thonë, se e diskutuam me Fllonxën edhe realisht po jetojmë në një realitet e vështirë. Përmendi Fllonxa, çmimet po shkojnë hava, pagat nuk rritën, edhe standardi gjithmonë më shumë vjen e vështirësohet. Kemi shumë familje që mezi, pra realisht mezi e përtekojnë muajin. Qysh me e bind veten që pavarësisht kësaj situate diçka duhet me nda. Atë shumën sa do e vogël duhet me nda anash. Dëgjoj, Agron, nuk mundemi me thonë një fjali tash edhe me i ra tamam se cilit person edhe se cilit familje, sepse se cila mundet me qenë në një fazë tjetër të tjetës një ciklit edhe nuk mundet me përdur një metodë që është një familje që sapo ka fillu, sapo jenë martu, dhe dikush që nështë i ka gjanat pak ma stabile. Ideja është që ne pjesën e kursimit duhet me konsideru si diçka që duhet me bo në fillim të mujet, pra me fillu me shumat vogla, 5 deri në 10%, e pastaj këtë shumë me rritë, do me thonë deri 15% qatë sa konsiderohet prej ekspertëve financiar, që është një shumë që na duhet me e konsideru si shpenzim. Pra kursimin duhet me bo në fillim, një qysh e pagun këstin e kredis, e pagun rrymën, duhet me bo pagesën e këstit për qëllimet të kursimit, që i lojmë anash. Normalisht, kjo quhet fond rezerv fillimisht, duhet mi pas 5 dhe 10 rroga të kursime, varësisht prej lifestyle-it, e pastaj me menu për investimet të tjera. Po gjithsesi, duhet me pas një fond rezerv, sepse qajo është diçka që neve na krijon një farë qetësie në aspektin psikologjik. E qysh me anis me kursy është çështja e disiplinës. Marrëdhënia me paron është njëjtë si çdo marrëdhënie që e kemi qoftë me njerëz tjerë, qoftë me aspekte të tjera, pra duhet disiplinë. Një qysh na duhet disiplinë për me u ushqy shëndetshëm, me shku në punë, me u shkollu, na nevojitet me pas edhe disiplinë te çështja e marrëdhënies me paron. Pra nuk është diçka që mundet me ndodh brenda natës. Një qysh mujna me bo trupin e mirë në palestër brenda një muaji, as nuk mujmë me bo qatë fundin që dëshirojmë me kursy, por duhet me fillu me hapa të vegjël. Pra në fillim,
ka rëndësi shprehia edhe pastaj arrim deri te shuma. Sa po e dëgjojnë fjalën kursim, shumica e njerëzve ju asocion me sakrificë. A duhet ta marrim kështu? Dgjoj, tash edhe nëse thojnë apo shkojnë ushtrime ose po hashën ndeshëm, edhe ajo është një farë lloj sakrifice që ti e bën momentalisht për një qëllim pak më madhor. Po e sheh ëmbëlsinin aty s'po e han. Domethënë që e bën ti ato për një qëllim pak më madhor, pak më tutje. Një qysh na nevojitet me pas disiplinë edhe mos me qenë impulsiv në aspektet të tjera, pra nëse ngriheni paralele, kemi shku në mëngjes në ushtrim edhe thuaj se po flajse se qenë ka vërënd, ose peho besinën që e kom përpara, në nevojitet me pas në realitet disiplinë dhe të çështja e kursimit. Në parim, kursimin duhet me pas një dashurin ndaj vetës tënde, një sakrificë që e bën ti ndaj gjanave impulsive dhe të panevojshme për me i arrit që ato që për një met ti ki qef me i. A duhet me destinu kursimet të Elvira për shembull, po kursej të zonë, po kursej këto para për një pushim, po i kursej për, nuk e di, për shkollimin e fëmijëve, po i kursej për një diçka, nuk e di, që e keni ambicien një vetur, një diçka, nuk e di, që ka secili qef për me ndo ato para. Apo thjesht një fond që atyre të qëllon për çdo që ka nevojë. Tash, ekspertë ndryshëm japin metodat ndryshme, edhe jo gjithmonë njëna i përshtatet të gjithë, dhe secili mundet me gjetë ato që i përshtatet stilet të jetës së vet pak më shumë. Për shembull, diçka që duhet me pas që të gjithë është ai fondi rezervë që e lojmë pa e prek vetëm për gjëra të cilat janë emergjente, rast i ndonjë smundje, rast i largimit të punës ose prishet veturat, prishet maqina shtëpisë, pra i ki do pare që aty që në emën të fondit rezervë që zgjedh atë problem me njerë, sepse jo gjithmonë mundemi me shku edhe me siguru fondin që atë shpejt në bankë. Bile pun kujtohet para shumë vjete, kisha me shku në bankë me ma një shumë, jo shumë të madhe, të vogël, edhe në munges të fondit rezervë, edhe për ma bëna këshilltari ata timore, tha, a i Elvir, tha që të pare si kia, edhe dyqysh për një me erdhi nati pak me vetën tem, se une nuk pa të arrit me pas, kisha bo, si me thonë, 10 vjetë përvoj pune, edhe nuk e kisha një fond të kursym. Kështu që ti në dorën e ati këshilltarit të bankës me bohaj gare me ty, ose jo se pritën me mbush dokumentacionin me të alëshu një kredi disa qindra apo disa mira euro, sepse është humbje kohës për to. Kështu që kjo është idea. Pastaj, pasi që te kemi që fondin rezervë, është ai fondi dëshirave ku i lojmë ato gjanat për pushim, për shkollimin e fëmijëve, etc. E përmendet pak më herët që secila filozofi nuk mundet me i ra tamam gjithkujt, po cilat janë ato gabimet që mas shpeshti i bojmë ne familjet në Kosovë, po mendoj gabimet financiare? Gabimi i parë dhe ma i madhe është që nuk kemi buxhet të krijuar dhe nuk është që i kemi ato limitet çka po dojmë me i destinu parat tona. Mandej një gabim shumë i madh, jo vetëm për familjet shqiptare, po në përgjithësi. Ose një plan ma detajum, se qysh kemi mi palu, ka kemi mi qu. Po, qashtu, mungesa e buxhetit është një prej gabimeve që bëhet. Gabimi i dytë janë faktikisht jo me thonë gabim, po ne jemi prej rrjeteve sociale, sepse jetojmë në një botë ku hinë në TikTok ti kemi pa 100 produkte. Shkon në Instagram është dikon që ka shku me një pushim edhe pa dyshim që ti mendoj që qashtu duhet. Duhet me shku edhe one, duhet edhe one me ble qatë shampon, duhet edhe one me ble qatë serum për ftyrë, sepse jemi në një botë ku na servohen qatë shumë produkte edhe shërbime, sa që po na krijohet ajo idea që janë të gjitha të nevojshme dhe të gjitha një duhet mi pas. Pa jetojmë në një farë në një botë ku mënyra e posedimit të diçkavit është bërë shumë e thjeshtë. Jo blej tash paguj me vonë, po blej tash mendoj me vonë a tu ka dashta, nuk tu ka dashtë. Sa gjana i kemi në përshpit që i kemi blej s'na e ndashkur? Për shembull, e pata pa në Netflix një dokumentar pikërisht për këto blerjet konsumatore, ku pas shtëpive që shesin, fshihen, do me thonë, njerëz të cilët në fakt e shohin edhe ato buy now, çfarë ngjyre ka për me qenë
me bo blerjen sa ma të shpejt. Që po thirin shikusit, po thojnë, kanë pyetje, qysh me ja bo? Pas në arru me ndoj. S'ka lidhje, heq absolutisht. Me rëndësi muzika e mirë. Muzika shumë e mirë, bile po një kesional. Nuk po na pengon edhe në trapavi nuk na. Pra, ideja është që edhe atë butonin buy now e shohin çfarë ngjyre me qitë, me çfarë ngjyre njerëz blenë ma shpejt. Pra, ekziston një inxhinjeri e shumë e madhe, shumë e sofistikume, e cila ka një qëllim, me i bo konsumatorët me ble sa ma shpejt edhe sa ma shumë. Po qështë du të me reagu ne, për shumë, se janë disa truqe, Elvira, ta zonë, thuhet që kur je i uritur, mos shko me ble në market, gjana ushqimore, sepse mandej duken krejt që jenë nevojshme. Unë e pak para iftarit, kështë e kësha këtë shpejhirë, i mersha një 5-6 ambëlsina, po është e vërtet. Përveç asaj që funksionon në ushqim, edhe kur nuk je në disponim, është mirë mos me shku me ble po bashkë atër shqitore. Thuhet shko, a veç me ushtetin, nështë ta. Po ndëzja, nuk është blerja e një produkti, diçka që ta zedhë për një me qatë qashtin për të cilën të ka mërzit, dështë është këtë diçka tjetë për një moment qëtësie me vetën tonde, një 15 minuta meditim, ecje në parkun e Gërmis, apo parkun që kemi ofër, që mundet me zgjidh qatë problemin, sepse ndë njëherë shkoj me ble diçka për me na regullu qatë çështjen emocionale që e kem, po kur te blem tani na bën hala ma shumë nervoz, se harxhum pare, se nuk mos me dalë shopping kur jemi nervoz, kur jemi të mërzitur, kur nuk jemi në disponim. Mirë tha, është mas mirë me dalë me ecë edhe me shkarku qatë energjin. Dëgjoj, sot na e kemi ChatGPT nëse një inteligencë tjetër artificiale që mundemi me përdor edhe si këshilltar financiar, për çka do qoftë me i caktu ato objektiva, qoftë për me bu një buxhet, apo edhe qysh me menaxhu një blerje impulsive. Jo, thuj. Që e të një fund? Jo, ideja është se secili duhet me kriju një farë lloj këshilltari financiar që LGBT dhe për shembull me diskutu me ta në moment caktuar qysh me reagu. Sepse secili qysh thame ka një filozofi të vetën, e ka një gjendje tjetër emocionale. Diçka për shembull që te unë ka funksionu është me fshi aplikacionet për blerjen e teshave. A i ke fshi, Okej, shumë e ke po. Nëse, i këthej ka një hera për. Po, mirë, e këthej kur donë. Ama e këthej kur ke nevoj, jo kur ato dojnë me të shqit ty diçka. Qështë du të me bo që diskutimi mbrana familjes, Elvira, si me thonë, sepse tash nështë muj me që e përmeni Flonza më erët me shumë drejt. Kur thu kursim, automatikisht me ndohet që dhe me thonë e ble një produkt të zomë, nuk e di, një produkt ma të dopt edhe kime konsumu një diçka ma të dopt edhe me ma pak vlera ushqyse. Pra, kjo së dhe me thonë ashtu. Pra i bjen menaxhim, jo kursim në gjanat, se më thonë, me privu vetëm për diçka që është bazike edhe e rëndësishme, ose nuk e di, për këtyre gjanave. Pra, ideja është qysh me diskutu familje. Fiks, mire the që kur e përmendim fjallin kursim, nive automatikisht në shkon mendja në diçka që këna më shku me jetu si në shpel. Në tash kemi mi vesh një par tesha, kemi mi ly, po më në i bukën veç me. Po, s'kemi mi ndezë dhe drita, kemi me në interë, nuk e di diçka. E vërtet. Në fakt, nuk qëndron këtë ashtu, është menaxhim, ma shumë se... Jo, ideja është mos me shku prej ekstremit në ekstrem. Edhe kursimi du të me shku pas hapi në mënyrë që me të bosh prej hije jotja dhe jo me shku në diçka këtë ekstreme që në fakt ne duhet edhe me shiju jetë edhe me shiju edhe aspektin social, me dalë në herë për qëllime të argëtimit, sepse ne faktikisht duhet me bo një farë balance. Ideja është që kursimi duhet edhe menaxhimin përgjithësi i paras duhet me konë pjesë e diskutimit të familjes, që është diskutot çdo gjatë tjetër. Çështja është që ne ka njëherë diskutimin për para nuk e bojna me vetën tonë. Thuhet që njerëz nëse marrin me bojnë një listë të buxhetit ose një listë të shpenzimet, hezitojnë me i shkru shpenzimet e veta. Me i shkru? Po, nuk i shkrujmë për një sepse s'dojnë me pa vetë të vërtetën. Hezitojnë me bu një buxhet sepse s'dojnë me pa vetë që ka janë të shpenzu. Andaj hapi parë është me u tregu i sinqert edhe me vetën tonde. Pra, me qa ke mundësi me menaxhu ndryshe? Kështu, në parim që jënë hapat për me ndërtu një buxhet, është me marrë një muj, për shembull mujin prill, edhe çdo detaj që e ke shpenzu me e bu një listë të shpenzimeve mujore që ke pas. Pastaj hapi dytë me analizu. Sot dhe nisi mujnë, le ta bojmë prej sot. Pikrisht. Masi që kemi listu krejt shpenzimet brenda muaj që ka ndodhë, duhet me ditë që ato shpenzime janë të domosdoshme, janë të nevojshme, apo janë diçka dëshirore. Ato që janë të nevojshme, ne nuk mundemi me negociu me to, për shembull, ndoshta mundemi me negociu deri një farë forme
në kuptimin me kursy, për shembull kur vjen puna te dritat ose diçka, po nëse mundemi pa e pagu kostin e kredis, nuk mundemi pa e pagu qiron. Pra fillimisht i eliminojmë nga lista këto të cilat i kemi obligative dhe pastaj merremi me ato të cilat i kemi në mënyrë le të themi janë dëshirat edhe argëtimi jonë. Edhe vendosemi, edhe që aty është pjesa ku na duhet domethënë me vendos përqindje, edhe që aty është pjesa ku na duhet me negociu me vetën tonë në mënyrë që me kryu një shprehje të kursimit. Pra, ideja është që atë kostin e kursimit me konsideru si lloj i shpenzimit. Pra, me ndo të parin. Edhe momentin kur ai ndo ati pari, ti ma nuk e ki idenë që jetu e kursy, po i ki pjesën tjetër të parave të cilat i ki në dispozicion për me i shpenzu. Edhe kemi mendu se qysh kemi i shpenzu vetëm ato të cilat i ke lanë për shpenzim. Mire e tha edhe Elvira që kjo do të pak me u trajnu mendja edhe... Hapasapi, është proces. Nuk mundet me undodh... eduku. Asna nuk mundemi me indru shprehit mrenda natës, po as muj me kryu asat fundin rezervë mrenda natës. Pra është diçka që duhet me bo hapasapi. Po du më ndërlidh me krejt ato që them fillim, është të vërtet që ne jemi një popullsi e varfër, kështu në përgjithësi, po në anën tjetër, nëse i merë edhe ishe përqindjet e rritjes së shitjeve të tekstilit, ato janë drastike dhe dramatike nga vitin e vetë. Përqindja si është rritë konsumi i tekstilit. Ajo nuk është diçka e domosdoshme, është të vërtet që na u ka rritë rryma, po në anën tjetër edhe kemi rritë edhe konsumin e qashtjeve. Mandej edhe tregu i automjeteve është diçka që është rritë në mënyrë drastike. Me dalë tek disa shpenzime të cilat munden lehtësisht për shembull me u eliminu. Kemi diskutuar me Agroni në mëngjes. Brenda Prishtinës, destinacionet ku do me shku janë lehtë të qasshme edhe në këmbë. Pra mundemi me kursy duke mos e përdor veturën, sidomos në këtë kohë ku çmimi i karburantëve ka shku në qiell. Mande çmimi për parking veturës, po që përveç asaj është edhe një diçka që ti ndikon pozitivisht në aspektin shëndetësor tonë, pra. Nëse i kemi pi 2 kafe, 3 kafe, atëherë. Unë në fakt një plot njerëz po më familjarët mi që veturat më për shkak edhe të kolonës në Prishtinë prej që është mbyll kjo rruga tjetër. Po funksionon më mirë transporti publik? Po nuk i marri veturat, shkojnë në kom, kthehen në kom, domethënë kur të kthyer Prishtina, ndoshta është e vogël në fundit për 15 minuta shkon me një pjesë ose 20 minuta pi pikës pik, qaq sa ti i bën me veturë, dhe kjo mundet me qenë shumë ide. Te pjesa kafës, mandej varet sa është numri, se ka një herë ne jemi çështje sociale, për mua është shumë e rëndësishme me pi 1 ose 2 kafe brenda ditës për me u taku me njerëz edhe me përmbush atë aspektin social. Por kur themi kafe 3, 4, 5, 6, tani nuk është ideja sa po të bën sa po të shpenzon kafja, sa është ideja sa keq po të bën kafeina që po e merr. Dhe në anën tjetër gjithçka me gjithë. Një arsye po. Koha që po e shpenzon, më thonë ti po shpenzon kohë derisa qatë kohë mund është me kafe i bjen shtator, po. Mund është me shku me punu diçka tjetër, ose me fitu një aftësi të re për me fitu para ma shumë. Pra, mos mu fokusu veç në ato, pi kursej 5 euro, ose s'pipi 5 kafe, po në anën tjetër, ke bu diçka halomat ma dhe e ke kursu vetëm prej kafeinës, që është shumë e dëmshme kur te kalon një numër i caktu, ose aspekti tjetër që te po e qënë kohën të ndë dëmë. Mirë, po du me këthy dhe njerë të raporti me fëmijët, se për shembull tash, po kjo është edhe psikologjike paka shumë. Ta zomë, ka prind që u aplicojnë krejt kërkesat, krejt tekat fëmijëve, varet çfarë moshe kanë fëmijët, pra po i duk të patika, po i duk të, nuk e di, gjithçka që ata kërkojnë. Pra, krejt nga ideja që si kam pasone po ja bëj fëmijës, ose nga ajo ideja që mos me u duk i dopt në raport me fëmijën, ose thjesht fëmija po i lakmon shoqeve, shokëve të klasës, ose asaj që po e shen rrjet. A duhet me diskutu me fëmijët? Pra, thjesht me i mësu, mos me qenë abuzues, mos me qenë konsumues, abuziv, edhe me i mësu që paraja tek e fundit nuk vije qaq letë dhe nuk është një kërkesë, Simon, e bën një kërkesë edhe vije me automatizëm. Ajo është diçka çështje e edukimit familjar, se cila familje e ka të rregulluar ndryshe, po kështu unë tash si prind, edhe profesionalisht edhe si prind. Adoleshent, unë nuk e kam shumë problem me i thonë jo, nuk e kemi, nuk i kam
unë mujmë deri që kash me t'i ble, për shembull një patika, kur të rritë është vetë dhe punon, i blen vetë, nuk e kam problem. Edhe ju dy parë mujtë, se s'ka nevojë, po. Sepse jeta në fakt, kur del edhe ka me jetu vetë, nuk është shumë dashamirë se ndaj njerëzve, kime marë shumë joja, kime marë shumë zhgënjime, kështu që letë mësohet me marë jo fillimisht prej me edhe më zhgënjy edhe prej mos plotësimit të dëshirave. Kështu që unë mendoj që duhet më konë dhënja e jos, bile ka shumë studime të psikologëve për familjarë që e thojnë këto. Fëmijëve jo patjetër duhet me ia plotësu krejt dëshirën. Po të s'duhet me ia plotësu krejt dëshira, faktikisht duhet me lënë. Sidomos nëse ato dëshira janë teka. Po, normalisht çka duhet me bëna si prindësh, duhet me ia spjegua se ne kemi një buxhet kaq të caktuar. Nuk është marrë mi thonë fëmijës unë i fitoj veç që kaç euro e kam rrogën. Po ideja mos me tregu i fort, mos me tregu çat dobësin në raport. Po nuk është dobësi, ti po e tregon sinqeritetin. Shumë më mirë se sa me ia plotësu çdo dëshirë ashta me një kredit kartel ose një diçka, e nënën tjetër. Me lënë kesh diçka domosdoshme. Jo, po ti shkon stresohesh edhe nashta kthesh mas 2 ditë e abuzon me to ja e rre ose diçka, pse stresin e ke pas që s'ke mujt me pagu këstin e kredisë ose me kthy borxhin. Kështu që këto çështje janë këtë konotacion tjetër të diskutimit mundën me marr, që ndoshta ai shkon mirë herën tjetër edhe një psikolog familjar. Po, absolutisht, po pëlqen me diskutu sepse është çështje më tepër e perceptimit, po unë e shoh që prindi duhet me qenë i sinqert me fëmijën e vet për çfarë ky është buxheti, jo nuk ka nevojë. Shëshë ti dëshirën edhe vullnetin tek të rinjët në raport me kursimin, shpenzimin edhe kursimin? Flonza Varta i fitojnë vetë, ai kanë të prindve. Kjo ka rëndësi. Unë për 2 vjet kam qenë asistente në fakultetin ekonomik, që kom pas një lëndë menaxhimi i financave personale. Gjatë që unë, kur kom qenë studente në fakultetit ekonomik, nuk e kom pas qatë lëndë dhe kom thonë, qëtë lëndë nuk duhet me pas vetëm studentat e fakultetit ekonomik. Po më parem, se cili student duhet me pas me mësu menaxhimin e parave të veta, ose me qenë si një lloj kapitullit brenda edukimit që në shkollën e mesme për mi mësu çdo bazat. Pikërisht, edhe unë e kom bërë shumë gabime, ndoshta jo vetëm me fëmijët e mi, po dhe me veten tem, për shkak të asaj që si kom pas disa gjana në rini, edhe mandena kom dash rrugat e para, Ky është gabimi që e bojnë shumica e prindërve, që janë rritë me një periudhë ku kushtet nuk kanë qenë shumë të mira për familjet. Edhe mandeve që kemi hi një minus një overdraft atje, një minus një kredit kartel atje, dhe ke pa vetën të blokume, ke pa vetën të shku të e marrë rrugën, të shku me mbulu një overdraft, nxerë për overdraftet, shko mbulu e kredit kartele, nxerë për kredit karteles par, shko të kredit kartela a dytë, edhe krejt jora ato 10 euro, 15 euro, 10 euro, 15 euro, që ka njëherë kur të këshyrë, janë qëto cikrimat e vogla në fakt që ato që e bojnë shpenzimin e madhë. Absolutisht. Unë kom bri me eduku vetën, të paktën mos me ble gjërat të cilat nuk kam nevojë. Ose kur jemi tek veshja, mos me ble për shembull një xhaketë e cila dallon shumë pak ngjyrë për një xhaketës që e kam shtypur. Ose vetë çosh në zbritje. Po, ose edhe kjo po. Se çto zbritje të vandi po na marrin Po, edhe vetë çosh në zbritje. Po në fakt një prej metodave që kur dën me ble diçka në zbritje, dush me menu veten, a e kisha ble çto pas zbritja ajo? Nëse e kishe ble pas zbritja, atëherë ble në zbritje. Edhe po dush me diskutu. Pse duhesh me edhe tek pagesat, po më intereson me ditë mendimin tënd Elvir. Pagesat kesh edhe me kartel, sepse unë kur funksionoj me kesh jam pak më e matën kur i shoh parë. Kur i shoh tu i dhon. Tash me kartel më duket ka njerëz që nuk ka shikoj ndjesi njëjtë. Nuk është parja jote. Faktikisht kjo edhe mundet me qëndru që është ashtu, po edhe mundet mos me qenë ashtu, se unë ka njerë për shembull parën kesh e konsideroj që veç u harxhu. Momentin që te kam kesh, se konsideroj pjesë të parave të mia dhe harxoj pak më lehtë. E kundërta. Edhe te parë, te kartela edhe te parja fizike, pra te kursimi kredit. A duhet me bëni marrëveshje me bankën, që thjesht prej pagës një shumë e caktuar shkon në llogarinë e kursimit, apo duhet me pa parët që po rriten? Në një, nuk e di, në një diçka që i fusim... Mundësh në aplikacioni po ato rrit. Po, qësh është që kjo raportin me Flonzën, mundësh me i po. Po, me bëni një pagesë periodike, pa dyshim, një pagesë periodike është mirë me po, varsisht qysh e ki stilin e jetës, po jo krejt mundën me boq ato, sepse nështë jo krejt e marrin rrugën me të parën ose me dytën, ose e marrin ndoshta 2-3 vene punojnë edhe nuk mund me realizu ato, po standing order ose pa pjesa periodike është një ide shumë e mirë, ku të e bën që atë përqindjen në amën të shpenzimit, pra shkon kësti i kredis, shkon edhe
kursimi në një llogari tjetër. Ideja është e që ti fondit rezervë që përmenda, me lënë në një llogari ku ti nuk ki qasje direkte, por në fakt nëse për një të duhen i ki aty. Tash po, mund është mi po edhe në aplikacion që po të rritën edhe jo më kufizu vetëm qatë pjesën e 10% po më synu me edhe unë kam përshtypjen që tash këto rrjetet sociale, shumë njerëz po i shtyjnë kështu pavetdijshëm me dalë prej vetës, qoftë edhe puna tek kursimet. Reklamimi i një stili të jetese që nuk e kemi në fakt ne në përditshmëri, edhe këtu kish marrë shpreha ajo shpreha popullore me i zgjat kam të atësasht i organi. Edhe me jetu qatë jetën të cilën është e jona, sepse të mundu me kopju tjetrin apo e bojmë një jetë për dikon tjetër. Qëto është ideja pse është shumë e rëndësishme pjesa meditimit, pjesa e aktiviteteve që të bojnë mu lidh me vetën tonde, se ti kupton për një me qka e nevojat e tua dhe i bojnë qka ki ti për një me qef me bo, e jo qka është të bo tjetri, qka është të bo trend, sepse vishë jemi të shku të e bo jetën e dikuj tjetër për dikon tjetër, edhe në fund ajo nuk po e plecon atë zbrastin tonë ose problemin kryesor. Veç po të shakon disa probleme tjera. Mirë, Elvir, shumë falënderit që sot i kemi marrë disa këshilla vërtet shumë mira. Shpresoj që i kemi Absolutisht, po, absolutisht shumë kujtë. Pak të një në studio, po. Po, nëse neve ka dhe plotësi ne. Nëse neve ka dhe shumë si unë edhe si agroni. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, kënaqësi.